Tema që sjell Imam Buhariu rahimullah thot bab birru man kana yasiluhu abu. Tema thot mirësjellja ose respekti për atë me të cilin kishte lidhje babai i tij. Edhe ka për qëllim miqt. Respekti i miqve të prindërve. Dhe na sjell neve një histori që i ka ndodhur Ibn Umrit radhiyallahu anhu, i cili thot se kalon një person në vendin ku ishte duke qëndruar Ibn Umri, babai të cilit ishte qenë mik dhe shok me Umrin radhiyallahu anhu. Ibn Umri e njeh, edhe pyet dhe i thot: "Alas ibn fulan, a nuk je ti biri i filanit?" Po, i thot. Dhe i thot, dhe në këtë moment Ibn Umri zbret, i jep atij grumarin me cilin udhtonte. Ibn Umri udhtonte me një deve edhe mbante edhe një grumar. Kur lodhe nga duke qëndruar deve për të shploth, për të ndryshuar qëndrim të uljes, hyrte në grumar dhe ja dha grumarin për çiftit, djalit mikut babait vet. Dhe e heq edhe imamen e tij, imame që i thonë çallma që i themi ne, e heq atë që kishte dhe ja jep atë dha atij pra. Ja jep mikut babait vet, djalit mikut babait vet. Ato që ishin në udhtim me të i thonë: "A nuk mjaftonte ty Ibn Umar që ti jepja atij 2 dirhem, pra që të blinte diçka, ti ishe për udhtim, për nevojat e udhtimit, qoftë për mjetin, qoftë për ushqimin, qoftë për veshjen apo për çdo gjë tjetër që ka nevojë udhtimi." I thotë Ibn Umari një hadith nga pejgamberi alayhis salam atyre që i thanë këtë fjalë, që i bën këtë pyetje. Se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ihfaz wadda abik la taqta' fayatfi Allahu nurak." I thotë: ruaj të dashurit e babait tënd, pra miqt. Ruaj miqt, kuptimi është lidhja. Ruaje lidhjen e miqve babait tënd dhe mos e ndërprit atë. Pra mos e ndërprit me vdekjen e babait humja e miqësi, ajo lidhje. Në mënyrë që të mos e fik Allahu dritën tënde. Në mënyrë që të mos e fik Allahu dritën tënde. Pra dritën e imanit, ka për qëllim dritën e besimit. Ky është historia. Fjala e Ibn Umrit radhiyallahu anhu që i thotë: "A nuk je ti djali i filanit?" tregon për rëndësinë dhe kujdesin që duhet tregoj fëmia për miqtë e prindit vet, për miqtë e babait vet, pra të njohë, të respektoj, të mirëpresi në atë mënyrë dhe të ketë afërt në atë mënyrë që i ka pas edhe i ati vet, në atë mënyrë që i ka pas edhe prindi vet. Dhe ndërsa përsa i përket saktësisë hadithit, dietarët kanë thënë fjalës së pejgamberit alayhis salam: ruaj të dashurit e babait tënd, pra miqt e babait tënd, dhe mos e ndërprit atë, që të mos ndërpres që të mos fik ty Allahu dritën tënde. Thonë dietarët se kjo fjalë me pejgamberit alayhis salam nuk është e saktë, është e dobët, ndërsa përsa i përket pjesës pak më parë historisë që Ibn Umri takoi të personin edhe i dha atij grumarin e vet dhe çallmën e vet, si shenjë respekti dhe nderimi për tjatin e tij që kishte qenë shok, me babain është e saktë, ka ardhur te libri i Imam Muslimit, te Sahih Muslim. Ndërsa për këtë hadithit nuk është i saktë. Por se ne kemi thënë, i përmendim edhe atharat apo hadithet e dobta që ka sjell autori në mënyrë për të zbatuar ata amanet që kemi në leximin e librit të autorit. Por alhamdulillah dietarët e kanë lehtësuar punën sa duke e dhënë gjykimin për çdo hadith, gjykimin për çdo athar, Allah i mëshiroft. Pastaj sjell Imam Buhariu rahimullah në lidhje me këtë temë, pra sjell hadithin e pejgamberit alayhis salam nga Ibn Umari, i cili thotë se pejgamberi alayhis salam ka thënë: aleikum salam, "Inna barra al-birr an yasila ar-rajulu ahla waddi abi." Për respektit më të madh dhe mirësjelljes më të madhe, thot pejgamberi alayhis salam, është që të lidh ose të ruaj, është që ta mbaj, të respektoj njeriu të dashurit e babait vet. Të ruaj lidhjen, ato lidhje miqësore që ka pas babai i tij me miq të ndryshëm, ti ruaj ato, edhe ti mbaj ato lidhjet të pakroputme. Edhe kur themi ti ruaj apo ti mbaj, kemi për qëllim që respekti ndaj tyre, afrimiteti me ta, të jetë në atë mënyrë pra siç ka qenë, siç e ka mbajtur dhe i ati i tij, në mënyrë pra që kjo lidhje, kjo miqësi,
Ky afrimitet që kanë pas këto miq me tjatin e tij, të mos humbas me vdekjen e babait të tij. Edhe i kthehet ky respekt, i kthehet prindit, edhe pse ai në mënyrë direkte respekton miqt, por se i kthehet tjatit vet, edhe pse është i vdekur, sepse me këtë lloj edukate të lartë që tregon ky person, vetëm si i rrit vlerat familjes vet, vetëm si i rrit vlerat prindit vet, të cilët kur ky i pret miqtë e tjatit, respekton ata në njëjtë mënyrë, atëherë ata do të thonë për të fjalë të mira, do të thonë për tjatin të fjalë të mira, do ta përgëzojnë, do ta nderojnë, do ta respektojnë familjen e tij, prindërit e tij. Pra është një lloj respekti, një lloj edukate që i kthehet prindit të fëmijës që respekton miqtë e prindërit të tij. Pastaj sjell Imam Buhariu rahimahullah një temë tjetër dhe thotë bab la taqta man kana yasil abak fa yatfi nurak. Mos e ndërprit lidhjen me atë që kishte lidhje babai jot, pra miqsinë, mos ndërprit miqsinë e babait tënd që të mos ta fikë Allahu edhe ty dritën. Të mos ta fikë Allahu edhe ty dritën. Dhe na sjell neve një athar nga selefët dhe përtharët që mi thanë që i lexojmë në mënyrë shqip direkt, në mënyrë që të kursejmë pak nga koha, që dhe qëndrimi është shumë korrekt. Thotë se nga Sa'd ibn Ubada az-Zuraqi. Sa'd ibn Ubada az-Zuraqi thotë, përcjell nga babai i tij që ka thënë, isha duke qëndruar ulur në xhaminë e Medinës, pra në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, me Amr ibn Uthman. Thotë isha duke qëndruar në xhaminë e Medinës me Amri ibn Uthman. Dhe kalon pranë nesh Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam sahabi nderuar. Duke qenë mbështetur, vjen duke u mbështetur tek njëra anë tek shpatulla e djalit vllait të tij. Pra ishte i vjetër në mosh ose i sëmur, dhe s'hese do të vetëm, por masht e nipi i tij. Dhe kaloi aty me xhlis pranë nesh, në vendin ku ne duke qëndruar ulur. Kalon pranë nesh. Pastaj, pasi largohet pak, disa hapa kthehet tek me xhlisi jon, tek vendi ku po qëndronin ulur, dhe i thot Amri ibn Uthmanit. O Amri ibn Uthmanit thot, ti vepër çka dush, i thot. Ti vepër çka dush. 2 apo 3 herë ja përsëritet këtë fjalë. Por se thot, betohem në atë që dërgoi Muhamedit alayhis salam me të vërtetën, pra betohet në Allahun azza wa jall. Sepse është në librin e Allahut, thot, është në librin e Allahut kjo fjalë, mos e ndërprit lidhjen me atë që kishte lidhje babai jot në mënyrë që të mos ta fik Allahu dritën tënde. Pra, jati Amr ibn Uthmanit ishte mik me Abdullah ibn Salam. Amr ibn Uthman është i birë Uthman ibn Affanit, Uthmanit radiallahu anhu. Djali Uthmanit radiallahu anhu. Dhe fakti që Abdullah ibn Salam kaloi aty pranë, priste që ky t'i fliste. Ta pyeste, ta respektonte, tregonte mirësjellje, duke qenë se ishte miku i babait. Ishte shoku i Uthman ibn Affanit radiallahu anhu. Ishte mik i babait. Edhe në momentin që ky nuk e bani diçka të tillë, as nuk u çu ta takonte, as nuk e pyeti, as nuk e përshëndeti, që më parta gjë që ishte selami, nuk i pëlqeu kjo sjellje, nuk i pëlqeu kjo mënyrë, edhe u kthye për ta kritikuar dhe për ta qortuar, dhe për t'i vënë dukje se kjo lloj sjellje që tregoi apo kjo lloj mospërfillje që tregoi ai, nuk është prej edukatës islame dhe nuk është prej moraleve që janë libri në Allahut azza wa jall. Kthehet, prandaj për ta edukuar më mirë dhe për ta kritikuar, kthehet dhe i thot, o Amr ibn Uthman, ti mund të veprosh çka dush, pra, edhe mund të më flasësh, edhe mund të mos më flasësh. Por se ja përsërit e fjalë 2 apo 3 herë në mënyrë kritike. Por se është libri në Allahut, thot, dhe ka për qëllim këtu Tauratin, siç e kanë qartësuar dietarët, ka për qëllim këtu Tauratin, se prej mirësisë dhe respektit që tregon njeriu është të mos ndërpres lidhjen me ata të cilët ishte lidhje i jatit i tij. Pra mos ndërpres lidhjen miqësore, lidhjen e miqve të jatit i tij në mënyrë që të mos e fik Allahu dritën tënde. Por se edhe ky athar nga ana përcjelljes së zinxhirit
ka dobësi të zinxhirit për shkak të një prej përcjellësave në zinxhirin e transmetimit të përcjelljes. Edhe pikërisht për këtë arsye, dietarët e kanë cilësuar këtë fjalë të thërë si jo të saktë, pra jo të dobët, por se që ka vlera, që ka dobi, në cilat ne mund përfitojmë, janë dukshme. Ne lutim Allahun Azza wa Jall që na bëjë neve për atyre të cilët dëgjojnë, kuptojnë, përfitojnë dhe veprojnë me atë që